Fshati Bellanic i Malishevës njihet për traditën e tij bujqësore. Në këtë zonë, prodhimi në sera mbetet një nga aktivitetet kryesore për shumë familje. Jemen Sertolli është një nga prodhuesit e fidaneve në këtë fshat. Prej vitesh, ai merret me kultivimin e fidaneve në sera, duke u fokusuar në cilësinë dhe përshtatjen e tyre me kushtet klimatike të vendit. Veprimtaria jeme është si prodhues i fidanëve në sera. Këtë veprimtari e kemi filluar që 25 vjet. Më njerë mbas përfundimit fakultetit, kemi vazhdu me këtë veprimtari, kemi filluar me sera me prodhimin e fidanëve të specit, domatë dhe trongoj. Na tashmë momentalisht jemi veç në serë, po përpara se fillojmë me fol pak më detaje për veprimtarinë, duhet me ndal pak edhe tek fshati. Nëse mundesh pak më na tregu për fshatin e Bellanic, a njihet si fshati i bujqësisë që ka shumë bujq edhe që ja kushtojnë punën tokës? Po kur flasim për fshatin përgjithësi, para luftës kemi pas veprimtarinë e zhvilluar të bujqësisë, si ka qenë vreshtaria mas shumti, se tokat tona janë mas shumti të përshtatshme për vreshta ose për pemë. Kurse perikultura është e zhvilluar shumë pak. Për shkak të asaj se fshati jonë i ka një tokë të cilën ujërat nëntoksor nuk gjenden afër sipërfaqe, gjenden thellë. Gjatë sezonit veror kërkohet për kultivimin e perime kërkohet ujitje ma shumë, kështu që nuk ka ujitje sa duhet, sistem të ujitjes të rregullt nuk ka, po vetëm është kultivu hardhia e rrushit me sasi shumë të madhe. Dhe njihet si vendi i hardhijës kjo pjesa jonë, po për shkak të asaj se tashti lufta, njerëzit janë largu, nuk janë kësaj parit, janë dalë mërgim, tokat kanë mbet gati thuhet derin, shumë pak. Një sasi shumë e vogël është me ardhit rrush. Për momentin më me thonë dikun tashti janë as 10 hektar komplet. E tash tokat e Bellanicës ma shumë për çka njihen që kultivohen në këto? Po për momentin kanë fillu disa plantacione me pemë, si që kemi një këtu në mes të fshat, i ka dikun një 3 hektar me pemë të mollës, ka disa produs dardhës, po ka edhe vreshta, ama vreshtat për shkak të mungesës njerëzve që nuk janë këtu, tashti kanë met pjesa e ardhisë rrushit e pa zhvilluar. Edhe me thonë drejtën ma herët nuk ka pas lavërdi, se shpenzimet janë kanë shumë të mëdha, për me mirë mbajt një plantacion me vreshta, për 1 hektar janë shpenzimet mëdha, si spërkatje, mirëmbajtja e lavrimit thellë, mirëmbajtja e lavrimit e këto, po nuk kanë mujt tash mi përballu këtyne, se kanë qenë çmimet e prodhimit jashtëzakonisht tolta, kështu që tashti kanë hyp çmimet, po për momentin tash edhe njerëz nuk jem, se edhe në vetë si prodhues, këtë biznes e kam vetëm si biznes familjar. Prej një qereku shekulli, ai është i pranishëm në këtë sektor, duke ndjekur nga afër ndryshimet në teknologji, kërkesat e tregut dhe sfidat klimatike. Po kemi fillu edhe me një pjesë të lula, që i prodhojmë edhe fidanet lula, po kemi filluar me një minister shumë të vogël, që është në fillim. Edhe ka qenë jashtëzakonisht e vështirë, fillimi, sidomos në çdo biznes është fillimi i vështirë, po në bujqësi është hala më i vështirë, se mas pari duhet mi pas mjetet për me investu, e ta herë rendimenti vjen gradualisht, mundet me orë mas 4 muajve, 5 muajve. E kështu që është duhet me si, po je kemi dalë në një farforme, kurse tashti nuk kemi fort probleme. Si me shitjen e prodhimit, ashtu edhe me kultivimin, tash jemi bon pak ma tepër profesionist, edhe me aton që unë jam vetë inxhinier, si ekspert i bujqësisë, tashti e kemi përvecu edhe lëndën edhe pjesën teorike edhe praktike, kështu që tashti nuk e kemi shumë problem, po si kemi tash
këtu e kemi mas shumë si biznes familjar. Jeni rrit tash, po shohim që Po, kemi rrit. Atëherë kemi posën me një pjesë, kemi posë dikun me 5 ore kemi fillu, kurse tash ti kemi dikun 20 ore, komplet me serë. Me përkushtim maksimal, ai përgatit fidane të kulturave të tjera që më pas shpërndahen tek fermer nga zona të ndryshme të Kosovës. Faza e punës është për momenti tash mbjellja e fidaneve. Tash këtu në këtë moment i kemi modulet të mbushura me substrat, edhe fara që i qesim në për modulet. Mas pari mbushën atje në atë pjesën tjetër, kemi me mbushim modulet me substrat, i bim këtu, edhe kështu që i mbjellim në për këtu vrimat që i kemi bon këtu, i mbjellim këtu, edhe prap... Si troha, se na tash në gjuhën, nuk po e dim çka janë ato, apo na shpjegon pak në Qëto janë fara. Okej. Këto janë fara, domethënë që janë të spesit. Po na më shumë ti i preferojmë si çdo prodhuesit, po edhe na i përdor mas mirë ti është me kanifar me qitë. Për shkak të asaj se këto vrimat që i kanë substrat kanë sasi shumë të vogël. Po edhe kur ti mbjellin ambientin ose në miniserat e veta, duhet mas mirë ti është për me mbjell një fidan. Për shkak të asaj se një fidan që rritet me një pjesë vet, ai gjithë ushqimin edhe gjitha kushtet që i kërkon ai si bimi merr vet. Cili është procesi, pra, tash që ju... Po procesi i këtyne është, domethënë tash kjo mbjellja është faza parë. Mbjellës prej këtujt muna me fillun, edhe shkojmë atje i kemi inkubatorat, i qesim këto modulet, komplet në inkubator. Ata inkubatorat, domethënë janë jo përshtatën kushte klimatike, aeroses, ndriçimit e gjitha, domethënë. Temperaturat që nevojitën, domethënë për mbjelljen e këtyne farave nuk guxon me të vjen nër 15 gradë Celsius. Domethënë si temperaturë optimale do të me konë 25 gradë Celsius. Domethënë për zhvillimin normal, për mbimjen e farave do të me konë 25 gradë Celsius. Pa marrë parasysh sa është ambienti, sa është asit, temperaturën do të mja siguruan. Jemini tha se çdo fidan rritet me kujdes maksimal, derisa të jetë gati për të dorëzuar fermerëve si produkt cilësor dhe i qëndrueshëm. Tash domethënë faza e punës tjetër është prej të që i kemi mush me fora, edhe tash ti mbulojmë me kitë substratin. A i të marrë në zonë? Po. Këto i mbulojmë këtë farforme. Që. Edhe nuk guxona milon shumë fellë. Se mundet me ndohë që shamall të ju flan lagështia, dhe për atë arsye këtu nuk guxona milon shumë fellë, vetëm sa me mbulu mas me brek. Edhe prej këtujt, tani e vendosëm atje në inkubatora, që e mëni me ora dhe kona. Bash, hade maknena tje. Që pakës të hobi qëto. Dëma puna që unë shkryu atje, tash i vendosim këtë pjesën këtu në inkubatora. Këta inkubatorat janë të mbuluar domethënë me gjom. Gjatë gjithë notës e kanë një termo që janë bën temperaturën optimale, domethënë në 25 gradë nuk e lojna. Aja nëse rritet temperatura e ka me termostat ndalet temperatura. Edhe me rëndësi se tash janë kushtet domethënë këtu si në sera, si jashtë janë kushtet pak më dëpta për më zhvillu bima. Domethënë mundet me pas lagështit tepër të ajrit, mundet me pas temperaturat ulta. Domethënë ngrisin temperaturën përmes asaj, po duhet me kontrollu edhe lagështinë e ajrit. Nëse kemi lagështi tepër, mund me ardhur deri te paraqitja smundjeve të ndryshme, si te fara, si kur të fillon faza e bishmerisë, gjitha janë ato që mundet me pas problem bima. Kështu që këto inkubatorja përshtatëm na temperaturën
lagështien, gjitha janë kushtet optimale për zhvillimin dhe birjen e bimës këtu. Nga sera e pare ngritur nga ai qysh para 25 viteve, Jemin Sertolli disponon edhe disa sera të tjera të shpërndara në zonën e Bellanicës. Këto hapësira shtesë i mundësojnë atij të zgjerojë prodhimin dhe të përgjigjet kërkesave në rritje të fermerëve, duke ruajtur të njëjtin standard cilësie në çdo fazë të punës. E po mësa atë serën e kom pozë më që 25 vjetë e kom ngritë atë pjesën e tje. Po që 3 vite e kom ngritë edhe këtu edhe dhëtari. Tash se për shkak të kërkesës që është tregu që po lyp fidone, e kemi rritë edhe si përfaqësen. Po tash këtu nuk kemi domo inkubatora ato i patëm atje, këtu jemi vetëm këtë pjesën e përgatitur për punë rasadit, domethënë transplantimin e rasadit kur siç e ceku me po atje, domethënë prej aty në modulë kur të bin fora, rritet bima, domethënë deri 25 ditë ose 30 ditë rrin në ato module. E prej aty në modulëv, domethënë bën tani transplantimin. Qysh e bën? Prej aty në module morën në këtu farkese si që sheni këtë farë dhe rishtën, kjo përgatitet domethënë dikun një muaj përpara. Kjo është e kombinuar pleht i shtallës i djegon me dhej. E që ato që ky dhej dhe që ky pleht mbushën që to keset. E prej këtyne bën disa vrimat, edhe prej aty në module mirët, fidoni dhe futet këtu, dhe kjo pjesë shtrihet, qitet doma me gajbe, shtrihet këtë pjesë, rritën fidonet dhe bëhen tamam në atë kohën për shitje, që shkojnë doma në lashti deri 25-30 cm, lashti për kësaj dheri. Po vetë sa ju keni shumë njohuri edhe po e shoh që japni shumë informacione, po edhe në ceke që jeni duke përmendur konstant shitjet që i bëni ndoshta tregojmë se sa është fetimprurse pastaj kjo si veprimtari për juve që drejtoni atë. Edhe se çu sillen çmimet. Po tash me thonë drejtën që atëherë që kur kemi filluar ose kur kemi startuar me këtë prodhimtari, akon shumë më e vështirë. Çmimet kanë qenë më të ulta. Po që 5 vite është rrit edhe numri i fidonëve, se është rrit kërkesa, por edhe çmimi. Tash çmimi në një fidonë vjen deri në 35 cent. Një fidon i spesit vjen deri në 35 cent. Domethënë po na si prodhues na kemi më shumë ti fokusohemi në varietetet mira, domethënë përgatitja e fidonëve të mira, sa më cilësore dhe sa më qëndrueshme që ai klient që i merr, që i kultivon në minisera, të duhet mundoj kënaqet. Mas me pas probleme me smundje, mas me pas probleme me varietetin e spesit që shama kur ta merr e pret si spec pa djeks, kurse i del djeks. E kështu që na kemi ato që i sigurojmë klientat për punën që e bën, për cilësinë që e japim dhe për gjithë domosdoshmë këtu shka janë. Edhe këshillat nuk ju mungojnë domosdoshmë. Këshillat profesionale, të cilat na i dim, ju japim edhe për mini ferma ose mini sera që i kanë ata, për me qysh me kultivu, për mas me pas probleme. Edhe kështu që janë të kënaqur klientat. Jemini na tregoi edhe mbi planet e tij për vitin 2026. Si agronom këtë fushë, domethënë na mendojmë synimet tona janë për me rritë sipërfaqen. Përpos asaj për mbjelljen e domethënë fidonëve të spesit domotës, na kemi dëshirë edhe do ta rrisim domethënë kultivimin e lulave. Se po rritet kërkesa, sidomos tash viteve të fundit është rrit kërkesa për lule sezonale, mas shumë të lule sezonale, edhe ato do t'i shtim treg, kështu që do të... Po tash çdo vit mund me ndryshu edhe varietetet e speca, llojet e varietetet, speca që janë domosdoshmë sa më cilësore. Na si varietetet specave kemi marrim hibride. Hibridet kanë një cilësi, si në rritje, në zhvillim, po edhe janë të rezistueshme edhe ndaj smundjeve, edhe qatë bim, qëfare e merë, qashtu del.
para tana, Po du me të falenderu, edhe ishte shumë knatësi që sot faleminderit edhe për juve, gjithashtu edhe juve sukses. Shembulli i Emen Sertollit tregon se përkushtimi afatgjat dhe puna e qëndrueshme mbetën baza e prodhimit vendor dhe zhvillimit rural.